Po flasë se neve që merremi me këtë pjesë dhe jemi në syrin e popullit, kem provokimet vazhdueshme, edhe unë jam asnjë njeri që i nuhas ato, më me thonë që ndodhen ashtë 270 persona veç në rrjetin Instagram. Nuk po flasë e stratë, po flasë njerëz në përgjithësi, që mund me bë thjesht ta mos impulsin, të bojnë pyetje që zbohen, këshyrin me tronu një imazh, këshyrin me ta nxjerr një llaf, e din kolegët e mi, se ka shumë kësi njerëz dhe kem shumë provokime prej njerëzve. Ka dosh zoti deri sot nuk ju mra prej asnjëherë. Pas ka dhe qëse të më Ka dhe kësi. Edhe një llaf deshta me thonën, sa i përket pjesës të artistave, që ke pjesa i ka bo 10 vjetë. Unë e gjithmonë nisna me atë pjesën se cilë e ka atë riskun e vetë, se cilë e ka çmimin e vetë mas pari. Nuk më e në më krahasu me një këngëtar që është yll në stratë. Ka përvoj sa 2 herë vjetë e mija, edhe ai për, unë jam 24 vjeçar tash gati, 24 bojnë 48 vjetë. Ai 48 vjetë sa ka shpenzu dhe sa ka kalu kohë me mriq ato ku është, nuk më në me ditë asnjëri prej neve. Edhe unë jam shumë dakord për derisa aja ka qitë çmimin vetës. Në rregull, te na në gjendjen tonë ekonomike si Kosovë e vogël po e mirë shumë, është e tepërt për dikën, mirë po për derisa i pranon publika dhe ajo publika parët, edhe donë shumë të kënaqën, na nuk mundë më përzin atë pjesë.